Mirëmbrëma të nderuar shikues, është ky edicioni qendror i lajmeve këtu në studion e televizionit Prizrenit. Ju njoh për fillim me disa nga titujt kryesor. Pas ditën e së premtës së javës së kaluar, 2 shtëpi ishin bërë cak i vjedhjes nga idudët në fshatin Gjonaj të Hasit. Njëri nga pronarët e shtëpisë Bylbyl Totaj ka bërë të ditur se nga shtëpia e tij dhe vëllait të tij, të cilët jetojnë dhe veprojnë në Bosnjë dhe Hercegovinë, është vjedhur një shumë e konsiderueshme parash, stoliari dhe gjësënde të ndryshme. Shumë të parëve dikon në konja 8.000 euro, edhe dukat në konë mbi vlerë mundën me thonë 8.000 euro. Të vllai kanë marrë djalit vllait janë 1.110 euro, edhe disa dukat, nuk e di sakt sa vlerë, më thonë janë 1.000 euro ose mbi 1.000 euro. Kur ka ndodhur rasti, si të vllai, si të shtëpia jeme ka pas në katën e parë njerëz. Ai tha më tej se rasti është raportuar në polici. Po vi që kom lajmëruar rastin, edhe mos më tepër s'kom pas kontakt, ai djali vllait ka ardhur ka fol me ta, stimish. As nuk kanë më morë shenja, kanë thonë nuk pas ka gjurmë hiç. Kur vargjuar më s'ka as detohet prisht, s'ka as dert prisht, nuk po dim, më zgjoj kanë i molit. A më çish kanë përcy prej shtëpi në shtëpi tjetër. Nuk ata janë profesionistë, ata din, po pa kur vargjuar më hiç. Kjo është çudi. Ku mos më pas merr një familja. Se që mujtë më përbalu më hajnë, shka më bëjnë, më dur thatë nuk është atë. Ka mujtë më ndodhe më fatkeqësi në sen. Një bëjnë problem më jetu është. A në që brenda Kosovës po mungon siguria? Po mungon shumë. Shumë mungon siguria, s'ka kërfar siguria që. Si të mos që ne ka onda jonë, ta që anisën të lemru plot, më kanë hi plot shoqe. Kam i kanë dërgua video që i kanë bërë lamë shpijët. Këto kanë hi, pas kanë nërë gjurë, mas i kanë bërë shpijët lamë, mas këtë që heq. Po që punë kemi mujtë me këpëtu, në mas 2 e kemi këpëtu. Nuk kanë prish heq, kërë as dyrë, as hormonën, as teshët. Do shta kanë aparati i gjojnë ato, i gjojnë direkt, si parë, si kërë ato të katin. Po unë i kom pas shumë, nuk i kom pas më shene, shumë letë i kom pas, se dhe me ka hajtë. Në jam në shpi, shka mi mshe. Më konë në shpi edhe mi mshet edhe lek të adokatin. Ku të më shku në shqiturë, ku mi mërë lek, më shku mi lëp në grupë. Ankuesi Totaj shtoi se ngjarja ka lënë pasoja të familjarët, të cilët sipas tij janë traumatizuar nga rasti. Duke theksuar situatën e sigurisë, Totaj u shpreh se niveli i sigurisë në Kosovë është i ulët, pasi që raste të tilla të vjedhjeve po ndodhin gjithnjë e më shpesh. Më shkot rrezik shumë po, si të mos në stop ko hojna u vjedh, alon kërkon të kërkon zonë. Kjo diçka të mërshme. S'ka kërë përgjësie. Po siguri pak ma tepër. Siguri shumë ma shumë, jo ka pak. Vish dalin policia në ador, kur nuk dalin me zonë i hajna në diçka. Kjo nuk është normale. Më të flakru fëmija, shoqja, të nuk vjen veti as meksia, nuk të vjen veti ku të shehojnin. Në anën tjetër të dhënësi policisë rajonale në Prizren Shaqir Bytyqi e konfirmoi rastin dhe tha se tashmë kanë filluar hetimet nga njësitë përkatëse. Sot Prizreni është bërë me një qendër të re tregtare, pasi që u hapja zyrtare tregtare, e cila sjell një numër të madh brendësh të njohura me gjithë konsumatorët. Qytetarët që vizituan qendrën në ditën e hapjes, Prizreni ka pasur nevojë për një investim të tyre. Përveç banorëve të qytetit dhe rajonit, pritet të jetë një destinacion tërheqës edhe për qytetarët nga Shqipëria, fala kufirit dhe qasjes së lehtë. Po, një mundësi shteti të rajonit të Prizrenit. Përndaj kritës flamurit! Qendrën, Të mërkurën në rreth rrotullimin e autostradës Prizren Jug, veteranët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës vendosën flamurin e tyre emblematik. Veterani dhe invalidi UÇK-s Nuhi Tahiri, nën emocionet tha se vendosja e këtij flamuri të lavdishëm po vendosët në përkujtim të thyrjes së kufirit ndërshqiptar, që ndodhi me 9 prill të vitit 1999 në Koshare, si dhe kërkoi me këtë rast lirimin e ish krerëve të UÇK-s, të cilët ndodhen në Hag.
Të nderuar shikues, kaq dhe për këtë edicion informativ të lajmeve, unë ju falenderoj që na ndoqët, natën e mirë.